Partia Demokratike mbyll sot fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, kurse lideri i saj Sali Berisha i dërgon mesazhin e fundit diasporës shqiptare. Berisha gjithashtu ka denoncuar parregullësitë në procesin e votimit me post në disa shtete, sidomos me Greqinë. Ai u ka bërë thirrje shqiptarëve të udhëtojnë dhe të votojnë fizikisht në vendlindje. Jashtë vendi që mund të vi këto 2 ditë dhe të votoj ditën e diel në qendrat e votimit do të ishte shkërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për të shërbyer vendit. Së dyti, sot ne mbyllim fushatën më të bukur, më entuziaste, më optimiste të shqiptarëve të lirë, të njerëzve të lirë në bulevardin e ri të kryeqytetit. Mbrëm kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në takimin përmbyllës në Shkodër e quajti një triumf lajmin e dhënë nga gazetari amerikan se ai mund të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai falenderoi presidentin Trump. E vërteta triumfoi, ndaj dhe një mirënjohje të pakufishme për presidentin Trump që i preu kokën qarprit Soros në Washington. Po një mirënjohje thellë për të gjithë ju që qëndruat në kumposhtet, edhe në kohrat më të vështira ju votuat Partinë Demokratike. Ky njeri tani që ndërton saraje 2 herë më të mëdha se Enver Hoxha, me një kopsht 4 herë më të madh, ky njeri tani del dhe bën fjalë për çyryk, për autik, për këto, për ato, nuk i vjen as një frek gojsti, duke fyer në këtë mënyrë duke fyer dhe një akt që unë ja them të sot, ai bëri një tërheqje, por nuk është e vogël, se atë ka bërë vetëm Maduro, diktatori Venezuelës, e ka në fjalim të njëjtin term.